Zana Bekteshi është një kërçovare e re e cila jeton në Prishtinë me të drejtë nga njohësit e rrethanave në volejboll, cilësohet si potencial për ardhmërinë e klubit të volejbollit Prishtina Junior në konkurrencën e femrave. Fati i shpërndau shqiptarët nga Trojt ku kanë lindur. I tillë ishte edhe fati i familjes së çiftit bashkëshortor të Halit e Edita Bekteshit. Vajza të cilëve e lindur në Serbisë së Kërçovës, Zana, sot me të drejtë llogaritet si një potencial në cilin do të mbështetet e ardhmja e njërit ndër klubeve më të fuqishëm të volejbollit Prishtinës, i cili klub në një farë mënyre është edhe baza e volejbollit të Kosovës. Zana tani më është gati 4 vite me klubin e volejbollit Prishtina Junior, i cili klub është antar i Ligës së Parë të Kosovës në volejboll në konkurrencën e femrave të moshës përkatëse. Zana shpreson se me punë të paloshme do t'ja del edhe më tej të vazhdoj me sukses në sferën sportive, edhe pse ajo as mësimet nuk i ka lënë pas dore. Zana Bekteshit i dëshirojnë fat dhe shumë suksese të reja gjatë karrierës së saj me klubin e volejbollit Prishtina Junior të kryeqendrës së Kosovës.